të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, na bën nder secilit prej nesh që të flasim, të diskutojmë në lidhje me parimet mbi të cilat ndërtohet shoqëria. Dhe siç e kemi filluar këtë temë që 2 gjuma, kemi thënë janë 5 shtylla, 5 kritere mbi të cilat duhet më ndërtu shoqëria njerëzore. Në radhë parë duhet më ndërtu individi, pastaj familja dhe pastaj shoqëria në përgjithësi. Dhe kemi thënë parimi i parë i kësaj bote është besimi në Zot. Pas besimit në Zot është shumë e rëndësishme dija, dituria, mbi cilën ndërtohen argumentet e jetës, qofshin individuale, qofshin familjare, qofshin shoqërore. Dhe prej parimeve të ndërtimit të shoqërisë është edhe puna e mirë, profesionalizmi, durimi dhe dituria dhe drejtësia në fakt. Këto janë 5 shtylla mbi të cilat ndërtohet jeta shoqërore. Në xhumën e kaluar kemi folur për parimin e dytë, për diturinë, e sot do të flasmi për punën, profesionalizmin. Vëllezër të ndershëm, ka disa gjëra në këtë dunja që s'nvaren prej njerit. Dhe ka disa gjëra në këtë botë që nvaren prej punës së njeriut. Për shembull, aja që që s'është nvar, që s'ka gisht njeriu, është ardhja e tij në jetën e kësaj bote. Askush prej krijesave nuk ka ditë me lyp vendin, kohën ku me lind dhe ku me jetu. E askush prej krijesave s'ka ditë me zgjedh tokën si vend ku zhvillohet shoqëria njerëzore. Por ja ka zgjedh Zoti i Madhërisht. Këtë planetin ku jetojmë ne, që quhet tokë, thjesht s'ka gisht njeriu, nuk ka zgjedhje njeriu. O zgjedhje dikujt tjetër, Zoti i Madhërisht që ka zgjedh këtë planet, këtë tokë, me ndërtu kauzën e shoqërisë njerëzore. Për këtë arsye Zoti i Madhërisht thon në Kur'an: Huwa ansha'akum min al-ardh. Ai ju ka krijuar nga toka, wasta'marakum fiha, dhe ju ka mësuar, ju ka urdhëruar që ta ndërtoni jetën. Pra Zoti është ai i cili ka prunë njeriu në këtë jetë, në këtë tokë, dhe Zoti është ai i cili po porosit që këtë tokë me ndërtu me mundi, me punë, me vepra e kështu me radhë. Pra thjesht disa gjëra nuk janë në kompetencë të njeriut, e disa gjëra Allahu Gjelle wa Ala ja ka besu njeriut emanetin në jetën e kësaj bote. Vëllezër të ndershëm, puna, kontributi, veprimtaria është shtylla e tretë mbi të cilën ndërtohet shoqëria. Nëse shihni një shoqëri e cila është punëtore, e vullnetshme, e don veprimtarinë, ajo shoqëri e bën vendin e vet më të bukurin të mundshëm. Por mos o Zot me u sprovu me një shoqëri e cila nuk e don punën, nuk e do kontributin, nuk e do veprimtarinë, thjesht edhe gjërat e bukura të atij vendi i prish. Një shumicë e jona jemi dëshmitar të popujve tjerë. Aty ku shkojmë ne shqiptarë të fjala, Evropën e kështu me radhë. Dhe secili që shkon dhe vjen thot, atje punohet, atje gjallënohet, atje është mirë puna kështu me radhë. Pra, nëse i ban pyetje pse kanë mrinë atë mënyrë, përgjigjja është sepse kanë bën me punë. Dheu i Evropës nuk është më i mirë se dheu i Kosovës. Toka e Evropës nuk është më e mirë se Kosovës. Po aty ku punohet, shihet rezultati. E aty ku s'punohet normal, që vend që me pa një lule në barë, ki me pa një therë. Vend që me ecë rafsh në për tokën që ti dush me punu, të bje rasti me ecë me qizme, sepse
se ke punu dhe normal është prish bukuria tokës. Pra, pse kanë arrit popujt tjerë? Për shkak të principit të punës. Çato shtete që ne i marrmi për shembull, vallahi një shumicë e baballarëve tonë ka të ecmin nëpër autostradat Gjermanisë, Zvicrës, njerëz të tyre janë. Përveç që fati ka qu dikun tjetër dhe ju me në vetë. Për nërysh është e pamundur me gjetë ndërtesë, me gjetë diçka të mirë, e që s'ka marrë pjesë dikush prej popullit tonë ndërtimin e saj, që s'ka ndër njerëz. Pra çka po du me thonë vëllezër me këtë? Parimi i tretë, sepse mi të folë për parimet të ndërtimit të shoqërisë. Parimi i tretë mbi cilën ndërtohet shoqëria është puna, është profesionalizmi. Nëse do me shkatru një ardhmëri e një populli në përgjithësi, veç krijo breza demel që se dojnë punën, se dojnë profesionalizmin, në mënyrë të gradualshme vështësohet jeta në shoqëri. Në mënyrë të gradualshme vështësohet jeta në shoqëri. Që një shembull thjesht në paraborët tona vëllezër. Provo gjatë verës mos prek kur gjona borë. Të bëhet xhungull. Thjesht, shumë thjesht. Provo, thuj s'po punoj ta në verën dhe shife mënyrë të natyrshme që shndrohet toka në xhungull. Po ti kur punon, si shembull po e marr, kur punon çat xhungullën që ty t'i vret syt, e ban kopsht ku joshësh. Ku ulesh me një qysh dhe me një farfor me shion jetën. Punë e ban këta vëllezër. Allahu po thot në Kur'an, nëse dëgjoni mos o zot në i hoq, i cili mund me thonë së është puna farz, vi që ban x. Se ka disa farzë që Allahu s'ti ka përmen në Kur'an, se t'ka dhonë men me di që është farza ja. Ka disa farzë që Allahu si ka përmen në Kur'an, po i ka dhonë men njeriut me kuptu që s'diskutohet për atë punë. Që një shembull thjesht, Zoti ka thonë në Kur'an, o ju njerëz, ku të merr një abdes, larë një kamt. Kur kun se ki në Kur'an datë një qerapat, se qash ki mend që të të mi dalë qerapat. Shumë thjesht. Shumë thjesht. Kusht ka mësu me marrë abdes? Allahu. Kur ta lexon në Kur'an, Allahu ka thonë, o ju që keni besu, kur të merr një abdes, ka thonë lani durt deri mbryla, lani fytyrën, jepni mes kokës edhe lani kam deri në mbi zog të kamës. Wallahi kërkun se ki ajeti me thonë dathi qerapat dhe këpucat, sepse qaqt Allahu i ka thonë njerëzimit men me kuptu të sene. E ta shvim me një situatë do të ri diskutojnë a është puna farz a nuk është puna farz. Wallahi unë që e kam pa në këtë librin Allahu Azza wa Jall, e kam pa që kjo është farz që nuk diskutohet për këtë punë. S'diskutohet. Bile më është nënçmuese me lyp argumente a është puna farz. Nënçmuese. Nënçmuese. Sepse s'diskutohet këtë punë. Edhe Allahu ku e ka përmend besimin e ka përmend punën. Ka thënë amenu wa amilu salihati. Kanë besu dhe kanë bo vepra. Vesh me besu nuk shkon në xhennet. Po do të vepra. Se ti shkon vesh me besu, ti shmihush një ditë të rreth kaminit aty, na i çaj shqiptarski, edhe kish mira shahadet edhe hinë në xhennet. Jo. Pasha Zotin pa punë s'ka as në ahiret s'u shkojna. Kriteri të tretë mbi cilën ndërtohesh është puna. Puna. Profesionalizmi, sepse të janë terme sociologjike që vinë të evolu. Pra është profesionalizmi. Pa punë nuk ka. Edhe Allahu Gjelle wa Ala po thotë në Kur'an, kul ya'malu, thuju punoni, fasara Allahu amalekum wa rasuluhu wal mu'minun. Punoni se një ditë për ditëve Allahu ka me pa punën e juve, ka me pa pejgamberin, kanë me pa muslimanët. Ajetin Kur'an është porosita Allahu Gjelle wa Ala
dhe thot thuju njerëzve, punoni o njerëz. Lejeni gjurmë në jetën tone pozitive. Munohu në vendin ku je me bëhet vendin më të bukurin, sepse aty e ban jetën. Vëllezër, po jap një shembull thjesht, sepse koha po shkon shpejt. Është një krijesë, sepse hadithi ka shumë shpjegime të thella, po unë po e marr një pjesë që po na intereson në event tem. Çka ban puna edhe çka të ban mos puna. Është një krijesë rritën në shkretin. Mi thojnë dab arabisht. Në vendin ku rreja e krijesë, asë një krijesë tjetër së në rre. Për shkak se rrevenet këshia. Rrevenet këshia. Dhe Rasulullah ku na ka porosit në hadith ka thonë, do të vjen koha njerëzit kanë me imitu të keqën, thotë nëse njerëzit shkojnë në vrima të dabit, njerëzit kanë me shku për mas. Pse është e keq ai vend? Dhe sepse ajo krijesë me një farformë është krijesë të çuditshme. E do vetmiën edhe rrin çat far vrimën e keqen, erën e keqen. Allahu na porosit mos bëhemi si ta, vendi ku jetojmë ne, në shtëpia, në borë, në lagje, në qytet, me punu, me drejtu, me bot bukur vendin tonë. Sepse aty jetojmë vëllezër. Aty jetojmë, këtu jetojmë ne. Kështu vllazni pja vap një shembull thjesht, sepse shpesh po marrim një shembull të tjerë. A vallahi këtë fjalë në Kur'an. Nëse ulesh me një vend i analizon sjelljet e popujve të tjerë, të gjitha kanë argumente në Kur'an. Ti thu për shembull në Japoni nuk guxon me gjujt letrën në tokë. Ti thu shembull në Zvicër nuk guxon, atje nuk guxon. Çe pja vap një shembull thjesht, në xhami ku jemi. E dini vëllezër që si ka 900 metra për rrethit dhe në rreth atje. Dhe qelë dritarën e veturës edhe gjuhën kese. Qysh me bisedu me të njerëz? Edhe pastaj të thot që lagjon Japonia shumë e pashtë Japonia. Allah ti këtu i të jetu i në Japoni. Ty Japonis një heq. Se ti vetën se një. Ty së një heq. Nësi me të jetu në Japoni, me të jetu në Gachk, Felizaj. Qysh është e mundshme me dalë xhamati xhamis vullnetar me ta pastru, me ti pastru ti pjesë e ndyta që i gjun ti në bërë xhamis. Pse e bojnë në këta? Ku na po do na mi përngja, që asaj krijese që sun rriven në vetë kush a çka? Apo do të mi përngja një krijese tjetër? Pra këto parime janë Islam vëllezër, puna është obligim që Allahu s'ka folë se më të pas folë Allahu për punën kishtë në nëshmu se ty t'ka thonë men me di që du të me punu a ke posë ku mi thonë dikuj diçka thotë jam në nëshmove apo nuk e di në këtë puna e Allahu për këtë arsyes t'ka thonë direkt o njeri që puna se ta kishë ofendu pa i ka thonë men me kuptu se në këtë jetë nuk ndërtohet ndryshe pa punë kjo shoqëri nuk ndërtohet pa profesionalizëm së ndërtohet. Dhe po jap një shembull vëllezër, e ka thonë një dietar shumë i madh. E ka pas emrin Ibn Rushd. Kush ka lexuar libra të thella të mëdha në për filozofi, Ibn Rushdit i kanë thonë Aristoteli i dytë. Sepse ka pas shumë njohuri të thella. Bile ka kundërshtuar edhe një numër të madh të filozofëve. Ai ka thonë një fjalë shumë interesant. Edhe po ja tham një sen vëllezër, sepse i na tujtu me një kohë mos u çuditni, që ti Ibn Rushdit një pjesë e xhamatit s'ja kanë fal xhenazën. I kanë thonë ka dalë pe feje. Ai ka fol se në mëdha se ka marrë xhamati kanë akuzuar. Se kanë është problem dhe me fol mirë. Kanë është problem. Ai u kon shumë i dijshëm. Librat janë përkthyen këtë gjuhë botës. Kur ka vdek kanë thonë, si a fal me xhenazën se ky ka filozofu, mas 400 vjetë që ka vdek ai, ja kanë ngrit bustin. Si njëri për djetare më të mëdhaj të kohës atij.
Aja ka thonë një fjallë shumë interesant. Në atë kohë ka thonë të fjallë, që se ka ndosh populli. Ka thonë kur ta gjoni një popull, një njeri i cili thot ju thot të varfërve, bani sapën e varfëri, thot dine se kjo është mashtrues. Vend që mi thonë do të me punu me dalë për kësaj krize, a i në ngushlon. Çfarë fjallë e fort. Ka thonë nëse dikush të banë sapën varfëri, edhe së të kalëzon kush ta ka vjedhë hakin tanë, thot a i po do më të mashtru. Qysh do në me gjetë në rrugën e ndërtimit të shtetit, shoqërisë, nëse s'ballafaqohemi me gjëra të tilla, nëse s'ia thomi të vërtetën njerëzve. Feja vëllezër, xhamati ndershëm, feja nuk ka ardhur në ngushëllu. Veç 2-3 ajete në Kur'an janë që flasin për ngushëllimin. Njëni është kur të merr vesh që ka dhejt dikush, do të më thonë të Allahut jemi dhe të kthehemi. Edhe ajeti tjetër ku ta pash personin që ka vdekë dikush më thon ban sabër se Allah me durimtar. Edhe ajeti tjetër s'kena ku më shku, inshallah bashkë me xhenet. S'ka ajet tjetër më që fol për ngushëllimin. Pse e kena bën këtë fena kaq të varfër, do të më fol veç për emocione. Ndash më kanë hoxhi dishëm prek emocionet e njerëzve. Çka na vjen me kojë në xhamin apo zot. Qa menon që s'muna me spjegu në njare që muna me kajt na? Po shka bojmë nëse kajmë na? A na hek për logit dikush para xhamit nëse kajmë na? Që po kajmë nëse regullojmë diçka me vaj? S'pat, ku gjam me emocione. Do të punë, do të menquri, që është e mundshme, djaliri. Vjen në xhami, e thot, valla s'di, s'kam plan. Që s'ki pa plan, Allah? Që shorë sa pa plan? Pse s'punon? Pse s'gjallon? Pse? 100 puni ka në bërë shpijës njëri. E pastaj shet televizori dhe shumë pashtë filan veni, shumë mi filan veni. A ke pa vëlla në herë që dikush, në herë që Allah ka zbit asfalt në toka? A ke një herë këtë punë? Po njëre ka po asfaltin puna. Tja po pritë më qurit ditë në sabah dhe Allah e me dhe rrugë për t'i shtrua. Se dojnë punën. Nuk i dojnë punën. E që t'ju ka zëdhe po e përfundoj. Në kohën e Omerit, u këthy një ditë Omeri prej rrugës, edhe i ka po të djemë të rinë rrugë të nejtë. Ju ka thonë, a i një besimtar ju, se me po njëri në rrugë, do të me pytni me a ka imanaj, që shërë njëri në rrugë, vëlla, pa kur gjanë. Edhe ju a i një besimtar, njëni tha, po, i në besimtar, o i khalife, të në po të njomi. A di shka i tha Omeri? Vëllaj, tha besimtar të ishin ma qanena. Tha pse, që gjithë që janë besimtar? Tha i këshin punu arat. Ata ishin ullë rreth një are, krejt thera, tha një në besimtarna. Jo, tha besimtar të ishin mirë arat. Besimtar këshin punu. S'mujna me qu këtë shoqëri për para vëllezër me dembelizëm, s'mujna. Kina me met na t'u lakmu, shka të shohim në televizor. Për pak punë që muna me mrina. E dini që kjo tokë është ari, bereqet. Veç me pak punë e bojna xhenet pasha Allahin. Që qëtu gjemati jenë? Çdo i dyti. Në do të hoxhën në metën vorët keq. Kur dalim në aksion zvjen, qysh s'mu qatë ditë kur kemi punu, vëlla. Qysh që interesant me këtë bobën tonë. Jo, vëlla, pa punu, nuk zbukurohet kërkush. Edhe më në men, pa punu, unë nuk e di, sa kam lexu, nuk di që dikush ka inë xhenet pa punu. Allah i ne mundsof me ba veprat e mira, me ndërtu këtë jetë dhe me ndërtu botën e përjeshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.